Edhe për ata më të apasionuarit pas politikës, jeta mund të konsiderohet shumë e shkurtër për të dëgjuar propagandë në podcastin Flasim. Mirë po, videot e shkurtra të këtij podcasti pushtuan rrjetin, ndaj do apo nuk do ato të shfaqen para syve. Ndërto, më tëroj që vëmendjen fakti që kandidati i APS-s për Bashkinë e Tiranës fliste me sytë e ulur, pa mundur ta shohë në sy bashkëbiseduesin e vet, megjithse në të paktën këto 12 vite ai ka zgjedhur çdo detyrë që ajo ka kryer pa i dhënë asaj asnjë mundësi për ta diskutuar gjatë qoftë edhe me veten. Ato pamje më shtyn padashje të mendoj për feminizmin dhe se si ai u përdor si mas për asgjësimin politik të gruas brenda Partisë Socialiste. Feminizmi, i cili supozohet të ishte oksigjen, nuk mund të ofrojë si një sistem i mbyllur ku çdo detyrë konsumohet nga gratë si vakt paracaktuar nga një burr, nga një hapësirë ku gratë mund të marrin frymë plotësisht, por ku edhe burrat nuk duhet të mbajnë frymën për të qëndruar në dhomë me to. Feminizmi u kthye në audicion, roli koket, përgjigjja mësuar përmendësh dhe toni i përullur, ndërsa feminizmi kërkon t'i japësh çdo gruaje, ogertës a kujdo qoftë, mundësinë për të marrë një vendim sipas kushteve dhe mundësive të saj jashtë çdo kontrolli. Feminizmi i promovuar brenda PS-s nuk mund t'u besoj grave dhe t'i lejoj ato të marrin vendimet e tyre. Ai është kthyer në shtrëngim, standard artificial, presion i vazhdueshëm, duke i detyruar ato të ndjekin karriera të paracaktuara, për më tepër nga një burr i vetëm. E gjithë kjo nuk ka lidhje me shanset e barabarta, por me përdorimin, kontrollin dhe me paralizimin e të menduarit. Shtylla e feminizmit, mundësitë e barabarta, u zëvendësua me kast me objektivin rezultate të barabarta, pasi rezultatet mund të fabrikoheshin. I maskuar si feminizëm, në fakt ajo që po ndodh është një vrasje e butë ngadalë politike e gruas në Partinë Socialiste. Gruaja brenda PS-s nuk mund të jetë kurse si e vështirë apo një krijesë me dyshime të mëdha, aq më pak një koktejl intelekti, intuite, rezistence dhe qëndrimesh të pamëshirshme, jo konformiste. Fjala e vështirë pas fjalës grua radhësh vetëm një mbiemër brenda PS-s. Ajo është një diagnoz, një sinjal për të tjerët. Kini kujdes, ajo mendon shumë. Mendimi është subversiv dhe revolucionar, shkatrues dhe i tmerrshëm. Mendimi është i pamëshirshëm ndaj privilegjeve dhe zakoneve të rehatshme. Mendimi është anarkik dhe indiferent ndaj autoritetit, i pakujdesshëm ndaj mençurisë së mirë sprovuar të grupit, ndaj më shumë se rënimin, më shumë se vdekjen. Brenda atij grupimi kanë frikë mendimin. Brenda atij grupimi duhet asgjësuar çdo grua që mendon më mirë se shumë burra rreth tavolinës, por më shumë se kaq duhet mënjanuar çdo grua që në mënyrë brutalisht të ndershme i lejon vetes të mendojë ndryshe, të veprojë ndryshe. Në Partinë Socialiste nuk ka vend më për gra arrogante që ndërpresin iluzionin kolektiv të harmonisë pikërisht në momentin kur ai bëhet më joshës. Gratë në Partinë Socialiste janë mikesha të harmonisë së rreme, sepse suksesi kërkon konformitet. Konformiteti nga ana e tij kërkon gra të lehta por ambicioze që mund të dominohen, heshtin, adhurojnë, të paafta për të toleruar debatin dhe shkëmbimin racional, të sunduara nga lërat e statusit dhe teatri i cënueshmërisë emocionale. Por në pushtet gënjeshtrat kërkojnë mirëmbajtje, edhe kur pushteti është i gjatë manipulimi sjell lodhje, ambicia gërryen edhe duar që e përdorin atë. Ndaj hapi i fundit i procesit të asgjësimit politik të grave duket se është hedhur tani më. Ministret sy ulura, koketa, të bindura por ambicioze po zëvendësohen nga ministret pa ambicie, avatarët e inteligjencës artificiale, të cilët jo pa qëllim kanë emra grash. Diella nuk është as më shumë dhe as më pak për akti i fundit i vrasjes së grave në politik, të cilat konsumuan iluzionin kolektiv të barazisë me burrin, por nuk arritën kurrë të kishin mundësinë të zgjidhin apo të marrin vendime për veten apo për të tjerët.